Shqiptarët gjithmonë thonë i mirë dhe i lirë. Dhe ky tablet mund të jetë fiks ajo që kërkojnë shumë njerëz. Kam pasur shumë mesazhe për tablet të lirë dhe të mirë dhe më në fund e gjeta. Kam kërkuar në disa vende, por nuk ja vlenin me këtë buxhet që kisha unë, vetëm 120 euro. Por pasi e testova me lojra dhe përdorim real, ka disa gjëra që duhet i dish. Nuk do flasim për specifika nga interneti, por për eksperiencë reale. Tani ta shohim çfarë ka në kuti dhe si duket realisht. Ja ta hapim qik. Ta shkim qa ka brenda. Nga dizajni të marrin një qafta. Ka këtë coverin. Ledhët e gjithmonë. Pishën e karikimit. Ja vendosim të coverin. Dhe le ta ndezim, ta konfigurojmë pak shpejt e shpejt. Edhe pse jo me dorashka, prap ta që funksionon mirë. Le ta hapim YouTube-in të shikojmë qik si sillet soundes. Deri tani mirë duket. Po më në vjen shpejt. Tani një sugjerim nga mua, një këshill. 8 GB RAM dhe 12 janë virtual. 8 GB RAM duhet të shkoni gjithmonë RAM-in fizik. 8 GB që i ka ky. Se mund të thotë dhe 30 GB ai, po 4 ka fizike. 128 GB dhe procesorin ka 2.2 8 core, 2.2 GHz me 2 dhe 6 core me 2 GHz. Tani le të shkarkojmë nga një lojë, të shkarkojmë këtë PUBG që ta testojmë. 1.39 GB është ky. Ta të shkarkojmë PUBG-a, shkarkojmë dhe një lojë tjetër. Ja bëjmë qik më të vështirë. Shkarkojmë të asfalt më të. Jo më duket është qik pak më e rëndë. Vedje diku të 4 GB, 3 GB. PUBG-a u shkarkua. Ka akoma shkarkime në lojë, edhe 1.8 GB. Tani, futemi tek PUBG-a. Dhe ndërkohë po shkarkohet Asphalt 9, ha? A thonë, është dopjo. Futemi direkt në lojë. Ndërkohë Asphalt 9 po shkarkohet, ha? You can move freely on Spawn Island while you wait to board the plane.
Si fillim duket që se ka problem fare PUBG, Enemies ahead. hapet shumë smooth, i shpejt. Do lozim pak me këtë modalitet, pastaj do i çojmë të gjitha ultra high, domethënë të gjitha në maksimum. Tani le t'i çojmë pak settingsat, grafikën ta çojmë në maksimum, better grafik. Bëjmë si do sillet. Grafika është në maksimum, loja vazhdo normalisht, ka më shumë detaje, si që shkoni. Help! Tani le të provojmë Asphalt 9-ën. Kjo do të jetë pak më e rëndë.
Ja ndryshojmë edhe kësaj grafikat, i qojmë në maksimum që të gjitha që të shikojmë. Bëjmë high quality të gjitha. E i bëjmë restart lojës që të hapet gjitha në maksimum. Ja. E shpejmë si kanë betur, po high maksimum gjitha. Tani loja si që shkoni është në maksimum që të gjitha. Ka më shumë detaje. Tableti funksionon normalisht edhe me këtë lojë. Tu tani do shikojmë pak në YouTube videot, do t'i japim me 2K. Që të projnë pak kualitetin. Ky 1080 po e ka Full HD domethënë, nuk e ka 2K, do shkojmë një tjetër. Sejmë kështu që të hapet këtë. Jap një qik dritë. Kualiteti si që shikoni super është, më pëlqen. Gjithmonë tablet budget, ha? 120 euro. Super tablet për këtë shpi.
Për këtë çmim, ky tablet është shumë i mirë për përdorim të përditshëm dhe jo vetëm, por dhe për lojra. Nëse doni më shumë review të tilla për produkte të lira dhe të mira, bëni subscribe dhe ma shkruani në komente çfarë doni të testoj.